kush mendon ti që ka pas qëllim për ndërtimin e kësaj gjykate dhe për dënimin në këtë lloj fashion, në mund të qenë këtë lloj forme, sepse është forma më shumtuar e dënimit, 45 vjet, domethënë është mos shihni në shifrat e dënimit. Shifrat e dënimit që kanë kërkuar është një lojë, cilën prokuroria e bën për të bërë presion. Pra, është lojë presioni sepse ajo shifër nuk qëndron në aspektin ligjor. Pra, në aspektin ligjor ajo shifër nuk ka asnjë bazë sepse ligji parashëq çfarë unë shikoj anën politike të kërkimit të kësaj. Pra, më lart se kaq nuk ka ku e çoh. Pra, ai ka kërkuar maksimumin e mundur apo jo? Shiko, nuk ka të bëjë dënimi. Ka të bëjë akuza vepra për cilën dënohen dhe mënyra si është formuluar akuza. Po pra. Vitet që ajo kërkon nuk kanë vlerë. Sepse ti mund dënohesh edhe me 10 vjet, po në rast se ti dënohesh me 10 vjet, si ndërmarrje e përbashkët kriminale, nuk ka vlerë pastaj se ti u dënove 10 ose 25. Jo, pikërisht këtu duhet dal, përdesa thash, domethënë, nuk e nxorra pa qëllim vitet, kur bëhet fjalë për shembull për një X krim, le të themi një ndërmarrje e përbashkët, dhe ti jep 10 vjet pa e marrim, tregoj që u prit se ke bënë ai gabim diku. Në momentin që ti jep 45 vjet, tregoj që kjo është domethënë ti ke zbuluar diçka të jashtëzakonshme, një krim të jashtëzakonshëm. Jo, është lozur në këtë aspekt. Shiko, prokuroria pikërisht këtë prokuroria speciale ka lozur në aspektin juridik. Pra, ka lozur në aspektin për të dalë fituar në çfarëdo lloj vendimi që prokuroria të japë, vetëm në rast vendimi që gjykata thotë që bien poshtë gjithçka dhe lejon të lirë. Kurse në dy aspektet e tjera ka vendosur dy akuzat një pas njëshme. Pra, njëra është grupi strukturar kriminale dhe tjetra ka të bëjë me përgjegjësinë komanduese. Pra, në rast se vërtetohet, pra në rast se gjykata pranon akuzën për grupi strukturar kriminal, pra ndërmarrje e përbashkët kriminale, automatikisht pason edhe përgjegjësia komanduese. Por në këtë rast përgjegjësia komanduese pason në aspektin që ti ke krijuar strukturë me qëllimin për të bërë krime, ke urdhëruar krimet, e ke ditur kush i ka bërë krimet dhe s'ke ndërhyrë. Kurse në rast se gjykata nuk e pranon akuzën për ndërmarrje të bashkët kriminale, aktualisht ka ndodhur vrasje ndalime që kanë dalë. Dhe për këto vrasje ndalime, i bie që në këtë aspektin e dytë i bie që ti nuk ke krijuar organizat të qëllimshëm për këtë punë, nuk e urdhëruar ti për këtë punë, por kur kjo ka ndodhur dhe ti e ke marrë vesh që ka ndodhur, edhe pas disa kohësh ti nuk e marr asnjë mas ndaj atyre që e kanë kryer këtë krim. Pra, kjo ti jep përgjegjësi komanduese sërish. Po përgjegjësi komanduese pasive, se ka dy, përgjegjësi komanduese pasive dhe aktive. Jemi në përgjegjësinë komanduese pasive. Pra, në të dyja rastet, prokuroria kërkon të dalë fituar në aspektin juridik. Prandaj ka lozur me këtë. Dhe prandaj lozon edhe me shifrat. Ndërkohë që ligji parashëq që me të gjitha bashkimet e akuzave nuk mund të shkosh më shumë se 25 vjet, se aq parashitet ligji në kohën në cilën pretendohet që është kryer krimi. Po. Dhe 45 vjeç është tejkalim ligjor. E kuptoj. Pra nuk ka të bëjë. Prandaj them që ata godasin me shifrat. Aty ku duhet ndalen. Dhe normalisht është politike. Bravo. Pse është politike? Sepse politike intereson totalisht. Atëherë e tha, këtë nuk kam se ta them unë, apo para 2 ditësh, një deputet i qeverisë serbe, i parlamentit Serbisë, në një radio publike serbe, unë harrova emrin e deputetit, është deputeti që përfaqëson serbët e Kosovës në parlamentin e Kosovës, e Serbisë. Doli dhe tha që po presim me padurim vendimin e gjykatës, në rast se gjykata i dënon, atëherë në bazë të këtij vendimi ne do të fillojmë proceset tona të mundutjeshme për të kundërshtuar edhe pavarësinë e Kosovës. Pra, ky ka qenë qëllimi i krimit prej fillimit dhe në këtë bashkohet. Po. Atëherë mendon, domethënë prandaj bien ajo që ne nuk mund ta ndërtonim dot gjykatën ose nuk nuk bie, ne nuk e ndërtojmë dhe nëse nuk e ndërtojmë atëherë ne mund të vendonim kusht dhe nuk e ndërtonim gjykatën. Nuk e ndërtojmë në aspak dhe do shkonim në një përplasje. Nuk mund ta ndërtonin ata gjykatën pa miratimin e Kuvendit Kosovës. Është shumë e thjeshtë. Ku shkon një përplasje nëse kemi rret paktën sepse kemi krijuar një eksperiencë të jashtëzakonshme. Në atë kohë krijonim atë përplasje. Sot nuk e krijojmë, do të kaluar në atë kohë. Jo, po edhe në atë kohë. Në atë kohë, po qese Hashim, ju them me bindje të plotë. Po. Në rast se Hashim Thaçi ose Kadri Veseli do të jepnin dorë që thoshin ne nuk e krijojmë të gjykatë. Dhe jemi kundra gjithkujt që të krijojmë të gjykatë. Të garantoj që në Republikën e Kosovës nuk do kishte individ që do merrte përsipër të krijonte këtë gjykatë, sepse do ta paguante me kokë.
Një pyetje Pra tjetër. kështu duhet funksiononte dhe kështu duhet funksionoj kur cënohet interesi kombëtar. E kuptoj këtë. Problemi është që siç unë shikoj, nuk po marr vetëm rastin e Shqipërisë, që ne mund ose të Kosovës, që ne mund të diskutojmë jo po mos ishim aty kur e shikoj në prizmin e mbar global, ku jepet një këshill kjo do realizohet. Biles ata kërkojnë që ti mos ta realizosh, që në formën që ato të godasin pastaj është 10 fish. Ky është një stil anglez VR që nga vitet 1600. Pra, në një moment bën një këshill, nëse ti zbatohet këshill, e dyta është gjithmonë shumë herë më e rëndë, e treta është fatale fare. Po në trojet shqiptare kanë shumë të vështirë, për arsye sepse duke qenë se jemi të ndarë Kosovë, Maqedoni, Serbi, Malzi, Shqipëri. Po. Në rast se ata prekin diku, ne kemi mundësinë ta ndesim diku tjetër ku atyre nuk ju pëlqen. Pra, mund të shkojmë tit fortat. Dhe ata prekin diku, ne prekim diku. Pra ajo çfarë neve bëjmë, ju prishim më shumë interes atyre se sa ata mund ta prishin neve interes me bërjen e kësaj gjykate me dhunë. Sapo tham, më duhet të kundërshtoj këtu, se sapo tham për shembull që në Shqipëri, po marrim pak në Shqipëri, nuk po flasim për atë groundin. Ty anul me Serbi, me Greqi që në vitin 90-91. Po në Maqedoni edhe në Preshevë veç Bojanovës ne mund t'ja nisnim çdo herë. Dhe pa forcën, pa mbështetjen e amerikanëve dhe pa mbështetjen që kemi pas për të bërë luftën e Kosovës, pavarësisht se sa luftuan, kuptohemi, sepse ne që në Kosovën, ju domethënë, por pa të mbështetje, siç e shikojmë, janë kurdët që kanë një jetë që luftojnë dhe nuk arrin asgjë. Kurdët nuk po luftojnë, kurdët po luftojnë për interesat amerikane, jo për interesat e tyre. Po patjetër se nuk luftojnë për interesat e tyre. Ne kemi tjetër qasje, ata kanë tjetër qasje. Ne nuk krahasojmë me kurdët në asnjë mënyrë. Sa herë ngren kurdët. Nuk krahasojmë ne me kurdët. Kurdët le të ngrenë se kurdët kanë bërë gjithjetën. Po kurdët kanë bërë gjithjetën mercenarin. Që në kohë Turqisë dhe mbrapa kanë bërë mercenarin për çdo perandori që ka ardhur që pas Turqisë mbrapa. Po me qëllimin, gjithmonë me qëllimin për të bërë një shtet tyre. Jo, vetëm një grup ka pasur një qëllim. Pjesa tjetër më e madhe e tyre nuk e ka pasur këtë qëllim. Kurdët e Irakut nuk kanë pasur qëllim për të bashkuar asnjëherë në një shtet të përbashkët kurd. Nuk kanë pasur gjithnjë idenë e tyre që të krijojnë shtet më vete ndar nga kurdët e tjerë. Pra kanë probleme tyre të brendshme. Po ta marrim dhe Shqipërinë, për shembull, një pjesë është sepse pjesa tjetër duket sikur është e lumtur që je koloni, po ta shikosh përgjithsisht, domethënë mos kesh sy. Dakord, ajo ashtu duket, po në rast të një pjesë e popullit pak a shumë gjajnë. Unë thjesht ora një shumë. Në rast të një kryengritje në Preshevë dhe ose të një kryengritje në Maqedoni edhe sot. Pavarësisht asaj dukjes në pamje sikur po ju pëlqen që jetojmë në koloni. Kjo do t'i nxiste shqiptarët më tepër të bashkoheshin kësaj, ta thyenin këtë tabu. Dhe e thyen tabu sepse interesi i kësaj lufte, i këtij bashkimi do të jetë më i madh se sa që në koloni. Kush mendon që pat interes dhe për çfarë u krijua tërë kjo, si mund të them, tani mund të themi që është një fatkeqësi. Bashkimi Evropian në ndikimin e Serbisë arriti të krijonte këtë, me fjalë, të përdorte presionin e vet politik, shumë të thjesht, i bindi këta për të krijuar këtë gjykatë dhe krijuan këtë gjykatë. Qëllimi është që të shuhet çdo lloj rezistence nesër për çfarë lloj vendimarrje që Evropa, Amerika, dikush tjetër mund të marrë karshi Kosovës, karshi trojeve shqiptare. Sepse në rast se ti nuk i kërcënon një shikoj, juve mund të luftoni sa doni dhe kur luftoni ne do t'ju dënojmë, pra ju mund të luftoni, por ne në fund do t'ju dënojmë. Atëherë njerëzit të riqen disa për shkak të frikës, dhe shumica të riqen për shkak të asaj që për çfarë luftova ose për çfarë do të luftoj. Pra për të krijuar këtë idenë e kundërt. Është e njëjta gjë që është bërë me dëshmorët tanë, me dëshmorët e Shqipërisë, është e njëjta template. Është një njëjta formë. Po këtë formë, këtë model ka perëndimi, nuk është se ka një model tjetër, kuptoni, këtë ka përdorur me shekuj, nuk është se përdor një model tjetër. Dhe të jep atë idenë që ti je pjesë e Europës, por gjithsesi je pjesë e Europës. Ne jemi Europë. Je pjesë e perëndimit, por nuk je pjesë. Shikoj, ne jemi Europë. Demokracinë Evropa e ka marrë nga Ballkani dhe jo Ballkani nga Evropa.